Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernida Luzi. Kuvendi i ka rekomanduar autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare që të zbatoj metodologjinë e Bashkimit Evropian për përcaktimin e tarifave të terminimit të thirrjeve. Ulja e kosteve të terminimit pritet të përkthehet gjithashtu në një ulje të tarifave të thirrjeve për qytetarët. Ulje tarifave të terminimit të thirrjeve dhe më shumë investime në rrjetin 5G. Kuvendi i Shqipërisë ka rekomanduar autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare që duke nisur nga ky vit e në vijim, të zbatojë metodologjinë e vendeve të BE-s për përcaktimin e tarifave të terminimit, pra në rastet kur një abonent i Vodafone telefonon një abonent One, kompania Vodafone i paguan një tarif kompanisë One dhe Anasjellta. Me zbatimin e metodologjisë së BE, këto tarifa që paguhen midis kompanive celulare do të ulen. Zbutja e kostove të operatorëve pritet të përkthehet gjithashtu në ulje të tarifave për qytetarët. Jo shumë kohë më parë, AKP hodhi për këshillim publik edhe një dokument që parashikonte një reduktim me 57% të tarifave të terminimit të thirrjeve fikse nga 2025 në 2026. Aktualisht, tarifa është 0.7 lek për minutë, në 2026 pritet të bëhet 0.3 lek dhe 0.15 lek për minutë, ndërsa në 2027 do të zbresë në 0.07 lek për minutë. Gjithashtu, kuvendi ka kërkuar autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare që të rrisë përpjekjet për promovimin e investimeve në rrjetet e shpejtësisë së lartë, përfshirë 5G dhe konkurrencën efektive në treg, duke pasur në vëmendje mbrojtjen e qytetarëve dhe sigurimin e shërbimit universal të komunikimeve elektronike. Së fundmi, u hap rruga zbatimit të rrjetit 5G përmes lirimit të frekuencave të Digital Dividendit 2, ku përfshihet brezi i frekuencave nga 694 MHz në 790 MHz. Brezi 700 MHz teknikisht është brezi më i mirë i frekuencave për ndërtimin e rrjeteve 5G, veçanërisht për shkak se frekuencat e këtij brezi realizojnë mbulim shumë të mirë me një numër të caktuar stacionesh ose antenash. Edhe përsa i përket cilësisë së shërbimeve në telefoninë celulare, kuvendi sugjeron AKP që të rrisë monitorimin e cilësisë së shërbimit. Në zonat ku mbulimi me sinjal është i dobët, përfshirë akset rrugore të vendit dhe zonat turistike, AKP duhet i kërkojë kompanive celulare që të vendosin stacione provizore ose optimizojnë antenat ekzistuese. Gjatë periudhës janar-shtator 2025 janë regjistruar mbi 74.000 mjete të reja, dy fishi atyre të regjistruar në të njëjtën periudhë të vitit 2019. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor, qytetarët po orientohen gjithnjë më shumë drejt mjeteve moderne dhe më të sigurta. Automotorizimi në Shqipëri vijon të rritet me ritme të larta. Të dhënat më të fundit nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor tregojnë se gjatë periudhës janar deri në shtator të këtij viti janë regjistruar gjithsej 74.073 mjete. Kjo shifër përfaqëson një tjetër rritje me 101% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019, duke treguar jo vetëm një interes më të madh të qytetarëve për mjetet rrugore, por edhe një përmirësim të qasjes ndaj infrastrukturës të transportit dhe shërbimeve. Prej tyre, mbi 60.500 janë autovetura që përbëjnë pjesën më të madhe të regjistrimeve të reja. Në rritje është edhe interesi për mjetet të gjeneratës së fundit, të cilat janë të prodhuara brenda 4 viteve të fundit. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 14.724 të tilla, duke shënuar një rritje prej 8%, krahasuar me vitin 2024. Ky trend tregon një orientim të qartë drejt automjeteve më të sigurta, më të pajisura teknologjikisht dhe më efikase në konsumin e karburantit. Por nga cilat vende vinë më së shumti mjetet që qarkullojnë sot në rrugët shqiptare? Në krye të listës është Republika e Koresë me 20.9%, e ndjekur nga Italia me 15.7%, Gjermania me 15.6%, Zvicra dhe Kina me nga 8%, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 8.1%. Paralelisht me rritjen e regjistrimeve janë shtuar dhe regjistrimet përfundimtare të mjeteve të vjetra. Gjatë 9 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar 6.128 mjete, me një rritje prej 18.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Përmes një urdhri të posaçëm, Ministria e Bujqësisë ka përcaktuar rregulla të reja për regjistrimin e kafshëve në territorin e Shqipërisë, si dhe gjurmëshmërinë e tyre.
ndërsa parashikohet ngritja e sistemit digjital për kafshët. Shqipëria do të ketë një regjistër digital për kafshët që mbarshtohen në territorin e vendit. Urdhri i Ministrisë së Bujqësisë i botuar në fletoren zyrtare vendos rregullat e detajuara për identifikimin, regjistrimin dhe gjurmëshmërinë e kafshëve gjedh, dele, dhi dhe dera, duke parafruar sistemin kombëtar me standardet e Bashkimit Evropian dhe duke forcuar kontrollin veterinar në nivel kombëtar. Sipas dokumentit zyrtar, urdhri ka për qëllim të rregullojë mënyrën e dhënies së informacionit nga operatorët përkatës dhe përfshirjen e të dhënave në bazën kombëtare kompjuterike të regjistrimit të kafshëve. Konkretisht, operatorët që mbajnë kafshë të llojit gjedh, dele, dhi dhe dera janë të detyruar të japin informacion mbi lëvizjet, lindjet dhe ngordhjet brenda 7 ditëve nga ndodhja e ngjarjes. Autoritetet kompetente mund të zgjasin afatin deri në 14 ditë në zonat malore apo kullota të regjistruara. Lista e kullotave të regjistruara do të përmbajë numrin unik të regjistrimit, kodin e identifikimit të kafshëve, numrin e identifikimit të stabilimentit dhe të dhënat për operatorin. Referuar urdhrit, parashikohet aplikimi i formateve të reja elektronike për regjistrimin e kafshëve për të përmirësuar gjurmueshmërinë dhe kontrollin veterinar. Autoriteti kompetent për kontrollin veterinar siguron që operatorët të kenë akses të rregullt në bazën kombëtare të dhënave kompjuterike për të lexuar dhe kontrolluar informacionin që lidhet me stabilimentin e tyre. Ky akses mundëson një transparencë më të madhe dhe parandalon mospërputhjet në regjistrime. Autoriteti kompetent qendror do të garantojë që bazat kombëtare të dhënave përfshin informacionin e plot për të gjitha kafshët e mbajtura, duke i përshtatur me formatet e përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Kjo do të mundësojë shkëmbimin e sigurt të dhënave me shtetet anëtare të BE-s dhe ndjekjen e gjurmueshmërisë ndërkufitare. Gjithashtu, autoriteti kompetent për kontroll veterinar do të zbatojë masat teknike dhe organizative për të siguruar funksionimin e pandërprerë të bazës së të dhënave. Këto masa garantojnë sigurinë, integritetin dhe vërtetësinë e informacionit të regjistruar në sistem. Në rast të ndërprerjeve apo mos funksionimeve të mundshme, të dhënat do të ruhen dhe rikthehen automatikisht. Me hyrje në fuqi të këtij urdhri, i cili parashikohet të shtrijë efektet nga data 11 korrik 2027, autoritetet kompetente përjetën të forcojnë kontrollin mbi lëvizjen dhe shëndetin e kafshëve, duke garantuar siguri më të madhe ushqimore dhe transparencë në sektorin bujqësor. Shkalla e punësimit në Shqipëri për grupmoshën 20 deri 64 vjeç arriti në 74.1% për gjatë vitit 2024, duke shënuar një rritje të qëndrueshme. Edhepse 1.7% poshtë mesatares së Bashkimit Evropian, kemi përmirësim të ndjeshëm në tregun shqiptar të punës. Vit pas viti, tregu i punës në Shqipëri po shënon përmirësime të qëndrueshme sipas statistikave zyrtare. Analiza e Scanintel për grupmoshën 20 deri në 64 vjeç tregon se në vitin 2024 shkalla e punësimit arriti në 74.1%, duke regjistruar një rritje prej 0.7% krahasuar me vitin e kaluar. Ky përmirësim është veçanërisht i dukshëm kur e krahasojmë me vitet më të hershme. Në vitin 2022 shkalla e punësimit ishte 70.4%, ndërsa gjatë viteve 2021 dhe 2020 ajo qëndronte e njëjtë në nivelin e 66.3%. Nëse i krahasojmë këto të dhëna me mesatarin e Bashkimit Evropian, rezulton se kjo e fundit ishte 75.8% gjatë vitit 2024, çka tregon se Shqipëria është 1.7% më poshtë se mesatarja e Bashkimit Evropian, një diferencë gati minimale. Bashkimi Evropian paraqitej 2.2% nën objektivin prej 78% të vendosur nga plani veprimit i shtyllës europiane të drejtave sociale për vitin 2030. Pothuajse gjysma e gjithë rajoneve të Bashkimit Evropian kishin arritur ose të i kaluar objektivin prej 78% të punësimit. Këto 113 rajone përqendroheshin kryesisht në Çeki, Danimark, Gjermani, Irland, Holand, Slovaki dhe Suedi. Edhe nëse merret në konsiderat shkalla e punësimit në Tiranë, ajo rezulton më poshtë se mesatarja e Bashkimit Evropian, por më e lartë se në disa qytete të tjera europiane. Shumë nga rajonet me shkallë punësimi relativisht të ulët në Bashkimin Evropian ishin rurale, me popullsi të pakët ose të vendosura në periferi të kontinentit. Ky model ishte veçanërisht i dukshëm në rajonet jugore të Spanjës dhe Italisë, pjesën më të madhe të Greqisë, disa rajone në Rumani dhe në rajonet më të largëta të Francës. Një grup tjetër rajonesh me shkallë të ulët punësimi janë ish zonat industriale që nuk janë përshtatur ekonomikisht. Disa prej tyre kanë dëshmuar ndikimin negativ të globalizimit në sektorët tradicional të ekonomive të tyre. Rritet numri i vendeve të lira të punës ku punëdhënësit kërkojnë më shumë punonjës krahu dhe profesionistë të kualifikuar. Në 2 javë në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive janë listuar 1143 vende pune.
Në të gjithë Shqipërinë janë aktualisht listuara 6.916 vende të lira pune, sipas të dhënave të fundit nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Vetëm në 2 javët e para të tetorit janë raportuar në total për 1.143 vendesh të lira pune, duke reflektuar nevojën në rritje të tregut për fuqi punëtore, por cilat janë profesionet më të kërkuara sot në tregun shqiptar të punës. Ndryshe nga zonat bregdetare, ku bizneset turistike vijojnë të kërkojnë punonjës për stafet e shërbimit si kamarier, kuzhinier, sanitar dhe personel tjetër ndihmës, sidomos edhe pse sezoni veror ka përfunduar, në qytetet e tjera të vendit mbizotëron kërkesa për punëtor krahu dhe jo vetëm. Gjatë 2 javëve të para të muajit tetor janë regjistruar 231 kërkesa për punëtor krahu, duke bërë këtë një nga kategoritë më të kërkuara nga punëdhënësit në sektorin prodhues, ndërtim apo logjistik. Ndërkohë kërkesat për kamarier në zonat turistike mbeten ende aktiv me 18 pozicione të hapura vetëm në këtë periudhë të shkurtër. Megjithatë, nuk mungon as kërkesa për punonjës të kualifikuar me arsim të lartë. Statistika tregojnë se janë shpallur 230 vende pune për profesionistë, ku më të kërkuarit janë financierët, ekonomistët, juristët, inxhinierët, si dhe specialistët tjerë teknik. Ky trend tregon një rritje të interesit të bizneseve për staf profesional në funksion të zgjerimit apo formalizimit të aktivitetit të tyre. Ndërsa më 1 janar 2026 do të nisë procesi i rivlerësimit të pasurive në të gjithë vendin. Shoqata e ndërtuesve jep sugjerime për përmirësimin e draftit. Shoqata kërkon që të saktësohet për kufizimi i vlerës së tregut, si edhe efektet e ligjit të shtrihen deri në fund të dhjetorit. Sipas draftit, të gjithë individët që kanë në pronësi pasuri të paluajtshme kanë të drejtë që nga data 1 janar 2026 deri më 30 shtator 2026 të bëjnë rivlerësimin e pasurisë me vlerën e tregut. Por përmes një shkrese zyrtare drejtuar Ministrisë së Financave, shoqata thekson se projekt ligji nuk përcakton qartë se çfarë kuptohet me vlerë tregu, as burimet apo kriteret mbi të cilat ajo do të përcaktohet. Sipas shoqatës së ndërtuesve, kjo mund të sjellë mos zbatim të njëtrajtshëm dhe pabarazi tatimore, pasi vlerësimi mund të ndryshojë sipas interpretimeve të ndryshme të administratës tatimore ose ekspertëve të licencuar. Në këtë pikë theksohet nevoja për standarde të qarta që të shmanget interpretimi subjektiv, pasi mungesa e përkufizimit të qartë sjell pasiguri praktike nëse rivlerësimi do të bazohet në çmimet reale të shitjeve të fundit në zonën përkatëse apo në çmimet referuese të miratuara me VKM. Po ashtu në projekt vendim citohet se kërkesat për rivlerësim të dorëzuara pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, të cilat nuk janë procesuar brenda datës 30 shtator 2026, konsiderohen si objekt rivlerësimi sipas këtij ligji në rast se pagesa e tatimit për to bëhet deri më 31 dhjetor 2026. Për këtë nen, shoqata e ndërtuesve shprehet se mund të ndodhë që kërkesat të dorëzuara në kohë të mos përpunohen nga ASHK për shkak të ngarkesës, mungesës së stafit ose verifikimeve shtesë. Nëse deri më 31 dhjetor 2026 nuk përpunohet kërkesa, qytetari mund të mos arrijë të kryejë pagesën dhe pse ka përmbushur detyrimin ligjor për paraqitje në afat. Sipas shoqatës, kjo situatë përbën shkelje të së drejtës së qytetarit, pasi vonesa nuk varet prej tij. Në raste të tilla sugjerohet që tatim paguesi të ruajë të drejtën e përfitimit nga ligji, nëse kërkesa është bërë brenda afatit, por nuk është përpunuar nga ASHK për arsye administrative. Neni 5 i draftit citon se ligji shtrin efektet nga data 1 janar 2026 deri në 30 shtator 2026. Referuar këtij neni, shoqata e ndërtuesve thekson se kërkesat e dorëzuara pranë ASHK-s dhe të papërfunduara brenda afatit të përcaktuar konsiderohen si objekt rivlerësimi nëse pagesa e tatimit bëhet deri më 31 dhjetor 2026. Ndërsa neni 5 kufizon efektet e ligjit deri më 30 shtator 2026, duke krijuar një mospërputhje logjike midis afatit për dorëzim të kërkesës dhe atij për përfundimin e pagesës. Për këtë arsye propozohet që ligji të shtrijë efektet deri në dhjetor 2026, pavarësisht afatit që është lënë për kërkesat për rivlerësim. Rivlerësimi i pasurive është parashikuar që për banesat të bëhet me 5% të vlerës së tregut. Sipërfaqet e tokës të kultivuara apo djerë së shpejti do të identifikohen dhe do të pajisen me një numër unik në mënyrë që të mos ketë mbivendosje dhe të mos ketë problematika në dhënien e subvencioneve. Projekti për sistemin e identifikimit të parcelave të tokës do të nisë zbatimin së shpejti.
Në Shqipëri së shpejti do të implementohet sistemi identifikimit të parcelave të tokës LIPS, duke i dhënë zgjidhje problematikave me mbivendosjen e hartave. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural ka nisur bashkëpunimin me Zyrën e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve në kuadër të projektit EU for Property Rights, për vënien në jetë të këtij sistemi, i cili është kyç për administrimin e tokave bujqësore, lehtësimin e regjistrimit të parcelave dhe sigurimin e pagesave të sakta e të drejta për fermerët. Por çfarë është konkretisht LIPS? LIPS, sistemi identifikimit të parcelave të tokës, është një sistem geo-informativ që përdoret për të identifikuar, regjistruar dhe menaxhuar parcelat e tokës bujqësore. Ky sistem është pjesë thelbësore e politikës së përbashkët bujqësore të Bashkimit Evropian, KAP, dhe shërben për të garantuar që subvencionet bujqësore jepen vetëm për tokat që përmbushin kushtet e përcaktuara. Por si funksionon? Çdo parcel toke e kultivueshme ka një numër identifikues unik në sistem. Parcelat regjistrohen në një hartë digjitale, zakonisht përmes imazheve satelitore dhe fotografive ajrore. Të dhënat përfshin sipërfaqen, vendodhjen gjeografike, tipin e kulturës bujqësore, pronarin ose përdoruesin e tokës. Qëllimet kryesore të LIPS janë menaxhimi i subvencioneve bujqësore, kontrolli dhe transparenca mbi përdorimin e tokës, zbulimi mbi vendosjeve ose deklarimeve të rreme të parcelave, si dhe planifikimi i qëndrueshëm i burimeve bujqësore. Në Shqipëri dhe vendet e tjera të Ballkanit, LIPS përdoret nga agjencitë e bujqësisë për të regjistruar tokat bujqësore të fermerëve, për të kontrolluar nëse një parcelë është e përshtatshme për pagesa direkte dhe për të siguruar që të mos ketë deklarime të dyfishta për të njëjtën sipërfaqe. Nga ana tjetër, ky sistem do të shërbejë edhe për identifikimin dhe futjen në prodhim të sipërfaqeve të lëna djerë. Sipas të dhënave të FAO dhe Instat, Shqipëria ka aktualisht rreth 698.000 hektar tokë bujqësore gjithsej. Prej tyre, rreth 25 deri në 30% vlerësohet të jetë tokë djerë ose që nuk shfrytëzohet rregullisht për bujqësi. Me një fond limit prej 270.481.000 lek, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur tendrin për transformimin urban në hapësira publike kryesore, rikualifikimi i rrugës Butrinti në Sarand. Kjo rrugë do të jetë me 2 sence kalimi dhe do të jetë e gjitha shtruar me shtresa sipërfaqësore asfaltike. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e tendrit për transformimin urban në hapësira publike kryesore, rikualifikimi i rrugës Butrinti Sarand. Fondi limit arrin shifrën 270.481.000 lek. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, kjo rrugë është me rëndësi të veçantë në urbanistikën e qytetit të Sarandës, pasi është një arterie kryesore për trafikun e qytetit. Ky projekt synon të rehabilitojë rrugën, duke ruajtur seksionin tërthor ekzistues të saj, duke organizuar trotuare dhe parkimet, si dhe duke përmirësuar cilësinë e shërbimit të kësaj rruge. Ndërkohë, rruga ekzistuese mbi të cilën do të aplikohet rehabilitimi i rrugës paraqitet me asfalt në gjendje të konsumuar dhe është e dëmtuar për shkak edhe të qarkullimit të trafikut të rënd, e cila ka shërbyer përkohësisht për ndërtimet e reja në këtë rrugë. Referuar dokumentit, rruga ka kuneta në të gjithë gjatësinë e saj në të 2 anët, të cilat janë amortizuar gjatë viteve dhe kanë nevojë të ndërrohen. Në anën tjetër të rrugës, prania e trotuarve është pjesore, por edhe me gjyrësi shumë të vogël dhe hera herës zhduket. Gjithashtu, rruga është me një kërsi, një për çdo sens lëvizje. Kjo rrugë do të jetë me 2 sence kalimi dhe do të jetë e gjitha e shtruar me shtresa sipërfaqësore asfaltike. Duke u mbështetur në rregulloren e kodit rrugor, shpejtësia e lëvizjes në këtë rrugë është 40 km/h. Rruga do të përmbush standardet më të larta për sa i përket sigurisë, kapacitetit, sjelljes së përdoruesve të rrugës, shpejtësisë së pranuar të projektimit, thuhet në dokument. Një pjesë e konsiderueshme e buxhetit familjar vazhdon të shkojë për pije alkoolike dhe duhan me 3.914 lek në muaj, shumë më e lartë se ajo që u dedikohet arsimit apo kulturës dhe argëtimit. Edhe shpenzimet për shëndetin tregojnë që kujdesi për mirëqenien mbetet në kufi minimal. Të dhënat më të fundit për shpenzimet mujore mesatare të familjeve shqiptare tregojnë një panoramë domethënëse mbi prioritetet ekonomike dhe sociale të tyre. Scanintel ka analizuar shifrat për të kuptuar se sa shpenzojnë familjet shqiptare dhe si ndajnë këto shpenzime. Nga totali prej 93.000 lekësh në muaj, një pjesë e konsiderueshme e buxhetit familjar vazhdon të shkojë për pije alkoolike dhe duhan, me rreth 3.914 lekë në muaj, shumë më e lartë se ajo që u dedikohet arsimit apo kulturës dhe argëtimit. Në total, familjet shqiptare që regjistrohen rreth 755.000 sipas censit, shpenzojnë për pije alkoolike dhe duhan gati 3 miliard lekë në muaj ose 35 miliard lekë në një vit,
E konvertuar, kjo shifër rezulton në rreth 350 milion euro në një vit. Në kontrast, parësimi shpenzohet vetëm 3.081 lek në muaj nga një familje, ndërsa përgatim dhe kulturë dhe më pak me rreth 2.460 lek. Kjo tregon se investimi në zhvillim intelektual e kulturor të familjeve shqiptare mbetet i kufizuar, ndërkohë që shpenzimet për zakone të dëmshme si duhani dhe alkooli vijojnë të mbeten të larta. Edhe shpenzimet për shëndetin me vetëm 3.507 lek në muaj tregon një realitet të ngurtë. Kujdesi për mirëqenie mbetet në kufit minimal, duke patur parasysh kostot e barnave dhe shërbimeve mjekësore, kjo shumë e ulët për përballuar nevojat reale. Kjo nuk kupton ose një mungesë aksesi ndaj kujdesit shëndetësor cilësor ose një neglizhencë të vetë familjeve për të investuar në shëndetin e tyre. Në 9 muajt e parë të vitit në buxhetin e shtetit janë arkëtuar 336 milion euro, më shumë se një vit më parë, duke krijuar një suficit prej 471 milion eurosh. Zërat me rritjen më të lartë janë tatimi mbi të ardhurat personale dhe TVSH. Buxheti i shtetit ka arkëtuar 562.5 miliard lek në 9 muajt e parë të vitit, apo afro 33.6 miliard lek ose 336 milion euro më shumë se një vit më parë, duke akumuluar një suficit prej 47.1 miliard lek. Të ardhurat tatimore u realizuan në shumën e 193.7 miliard lek, 23 miliard lek ose 13.5% më shumë se janar shtatori i vitit 2024. Krahasuar me planin, të ardhurat e mbledhura janë 1.2 miliard lek ose 0.6% më shumë. Të ardhurat nga TVSH e arkëtuar neto, të cilat janë tregues direkt i efektit të konsumit dhe turizmit përgjatë këtij viti, u realizuan në shumën 50.4 miliard lek, 7.4 miliard lek ose 17.2% më shumë se nën mujori 2024. Të ardhurat e mbledhura nga tatimi mbi fitimin u realizuan në shumën 45.3 miliard lek, 1.9 miliard lek më shumë se një vit më parë. Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale janë në shumën e 63.1 miliard lek, apo 26.7% më shumë se vjet, si dhe 6.2 miliard lek më shumë se plani i periudhës për 9 mujorin 2025. Në përqindje ky është zëri me rritjen më të lartë përgjatë këtij viti, kjo ndikuar nga reforma për nëndeklarimin e pagave. Të ardhurat nga taksa nacionale u realizuan në shumën 34.8 miliard lek, ndërsa nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore u mblodhën 132.9 miliard lek, 14.5 miliard lek ose 12.3% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2024, si dhe me një realizim prej 104.4% e planit të periudhës. Të ardhurat tatimore të mbledhura nga administrata doganore u realizuan në vlerën e 178.7 miliard lek, 7.5 miliard lek apo 4.4% më shumë se 9 mujori 2024 dhe me një realizim në masën 98.5%. Shpenzimet e përgjithshme publike arritën në rreth 515.5 miliard lek me një realizim në masën 95.7% të planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, ky zë ka rezultuar 15.9 miliard lek më shumë. Shpenzimet kapitale arritën në 56.8 miliard lek, ndërsa krahasuar me 9 mujorin 2024, rezulton 17.6% më i lartë, apo rreth 8.5 miliard lek më shumë. Në raport me planin, ato janë realizuar në masën 85.1%. Numri vizitorëve të huaj në sitet tona kulturore dhe historike po njeh gjithnjë më shumë rritje. Kryeministri Edi Rama bën të ditur me anë të një postimi në rrjetet sociale se nga janari deri në shtator janë numëruar gjithsej 1.259.774 vizitor, një rritje me 57% krahasuar me një vit më parë. Numri vizitorëve të huaj në sitet tona kulturore dhe historike po njeh gjithnjë më shumë rritje. Kryeministri Edi Rama bën të ditur me anë të një postimi në rrjetet sociale se nga janari deri në shtator janë numëruar gjithsej 1.259.774 vizitor, një rritje me 57% krahasuar me një vit më parë. Kjo rritje dëshmon interesin në rritje të turistëve vendas dhe të huaj për trashëgimin kulturore shqiptare. Por cilat janë destinacionet më të vizituara? Përveç turizmit bregdetar, janë gjithnjë më shumë turistë që zgjedhin të eksplorojnë historinë, traditat dhe trashëgimin kulturore shqiptare. Sipas shifrave, Parku Arkeologjik Butrin të renditet i pari, duke tërhequr turistë nga gjithë bota me 257.670 vizitor. Mëtej, Kalaja e Gjirokastrës
pjesë e trashëgimisë botërore, ka regjistruar 253.407 vizitor. Parku Arkeologjik Shkodër ka mirëpritur 150.927 turist. Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu vijon të jetë një nga atraksionet kryesore kulturore, veçanërisht për vizitorët që dëshirojnë të njihen me historinë e rezistencës shqiptare ndaj perandorisë osmane, ku ka regjistruar 147.178 vizitor, si dhe Parku Arkeologjik i Apolonisë ka numëruar 109.669 vizitor. Turizmi është kthyer në aktivitet gjithvjetor. Rritja e numrit të turistëve tregon se turizmi kulturor po merr një rol gjithnjë më të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe promovimin e imazhit të vendit tonë në botë. Shqipëria po afirmohet si një destinacion i pasur me histori, kulturë dhe identitet të veçantë. Ministrat e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm nga Ballkani Perëndimor miratuan deklaratën e Dubrovnikut në takimin e dytë ministror për agjendën e gjelbërt. Në deklaratë, ndër të tjera, përcaktohet se deri në vitin 2028 Ballkani Perëndimor duhet të zvogëlojë përdorimin e plastikës një përdorimshme mëndotëse me 80%. Ministrat e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm nga Ballkani Perëndimor miratuan deklaratën e Dubrovnikut në takimin e dytë ministror për agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Takimi organizua nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në bashkëpunim me Ministrinë Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim nën Partneritetin Rajonal për Klimën, me mbështetjen e Komisionit Evropian, Qeverisë së Kroacisë dhe në kryesimin e Mbretërisë së Bashkuar në kuadër të procesit të Berlinit 2025. Deklarata konfirmon përkushtimin e rajonit për të ndjekur marrëveshjen e gjelbërt europiane. Ajo përfaqëson një moment kyç në ndërtimin e një Ballkani Perëndimor më të pastër, më të qëndrueshëm dhe më rezistent ndaj ndryshimeve klimatike. Me miratimin e deklaratës së Dubrovnikut, ministrat e Ballkanit Perëndimor miratuan 4 dokumente kryesore rajonale. Plani rishikuar i veprimit për agjendën e gjelbërt 2025-2030, i cili zvogëlon numrin e veprimeve nga 58 në 41 dhe siguron përafrimin e rajonit me marrëveshjen e gjelbërt europiane. Udhërrëfyesi i Ballkanit Perëndimor për përshtatjen me klimën, që përcakton një vizion afatgjatë për qëndrueshmërinë dhe hapa drejt zhvillimit të një strategjie rajonale të përshtatjes deri në vitin 2026. Plani rajonal i veprimit për parandalimin e ndotjes nga plastika përfshirë dhe mbetje detare, që synon mbrojtjen e mjedisit detar dhe lumor të Ballkanit Perëndimor 6. Përmbledhja e planit strategjik të biodiversitetit për Ballkanin Perëndimor, që vendos bazat për restaurimin e natyrës dhe për afrimin me kornizën globale të biodiversitetit. Këto dokumente përcaktojnë objektiva të matshme për rajonin, disa për të cilave janë: deri në vitin 2028, Ballkani Perëndimor duhet të zvogëlojë përdorimin e plastikës një përdorimshme mëndotëse me 80%. Deri në vitin 2030, paketimet plastike duhet të përmbajnë të paktën 30% material të ricikluar dhe 40% e mbetjeve komunale duhet të riciklohen. Rajoni duhet gjithashtu të mbrojtë 30% të tokës dhe zonave detare me të paktën 10% në mbrojtje të rrept. Temperaturat mesatare në Ballkanin Perëndimor janë arritur tashmë me më shumë se 2 gradë Celsius, pothuajse 2 fishi mesatares globale. Rajoni përballet me më shumë thatësira për mbytje dhe zjarre. Në vitin 2024, 11 nga 13 zjarret më të mëdha në Evropë ndodhen në Ballkanin Perëndimor. Për të përshtatur, rajoni do të nevojiten rreth $37 miliardë investime gjatë dekadës së ardhshme. Megjithatë, përfitimet e mundshme vjetore deri në mesin e shekullit mund të arrijnë në $74 miliardë përmes kursimeve, qëndrueshmërisë dhe rritjes së qëndrueshme. Borxhi total kombëtar i Malit të Zi arriti në 4.8 miliardë euro, duke përbërë mbi 60% të prodhimit të brendshëm bruto. Sipas të dhënave zyrtare, borxhi i jashtëm dominon me 93.7% të strukturës totale.
Borxhi total kombëtar i Malit të Zi arriti në 4,76 miliardë euro ose 60,11% e prodhimit të brendshëm bruto më 30 qershor. Pas zbritjes së depozitave shtetërore, borxhi neto i shtetit ishte 4,19 miliardë euro, që përkon me 52,94% të prodhimit të brendshëm bruto. Sipas Ministrisë së Financave, në fund të qershorit depozitat shtetërore ishin 567,76 milionë euro, duke përfshirë 38,447 onzë ari me vlerë 108,08 milion euro. Borxhi publik total i Malit të Zi, që përfshin edhe detyrimet e pushtetit vendor, ishte 4,82 miliardë euro ose 60,82% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa i publik neto, duke marrë parasysh depozitat e Ministrisë së Financave, ishte 4,25 miliardë euro, thuhet në raportin e Ministrisë që është publikuar në faqen zyrtare. Përsa i përket borxhet e jashtëm, shifra arriti në 4,46 miliardë euro, që përbën 56,31% të prodhimit të brendshëm bruto, ose rreth 329,31 milion euro më shumë se në fund të marsit 2025. Sipas Ministrisë, kjo rritje erdhi për shkak të emetimit të bonove qeveritare në tregun ndërkombëtar me vlerë 850 milion euro, si dhe të rriqjes së fondeve nga marrëveshjet e kredisë të hartuara më parë. Pjesa më e madhe e borxhet e jashtëm lidhet me bonët që janë emetuar në vitet paraprake. Borxhi i brendshëm total në datë 30 qershor ishte 300,77 milionë euro ose 3,8% e prodhimit të brendshëm bruto, duke ulur me 20,29 milionë euro krahasuar me 3 muaj më parë. Sipas raportit, kjo tkurrje është rezultati i shlyerjes së rregullt të kredive, ndërsa struktura e borxhit të brendshëm dominohet ende nga uhat e marra në banka tregtare. Në strukturën shtetërore të Malit të Zi, borxhi i jashtëm zë pjesën më të madhe me 93,7%, ndërsa i brendshëm përbën 6,3%. Krahasuar me fundin e 3 muajorit të parë, ky raport ka mbetur pothuajse i pandryshuar. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rritur parashikimin për rritjen ekonomike globale në vitin 2025 fal tarifave më të ulta dhe investimeve në teknologji. Megjithatë, rreziku i një lufte të re tregtare midis SBA-s dhe Kinës mund të dëmtojë ndjeshëm ekonominë botërore. Fondi Monetar Ndërkombëtar rriti lehtë parashikimin për rritjen ekonomike globale në vitin 2025, pasi tronditjet nga tarifat dhe kushtet financiare kanë rezultuar më të ulta se sa pritej. Megjithatë, Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se një luftë tregtare e rinovuar mes SBA-s dhe Kinës mund të ngadalsojë ndjeshëm prodhimin global. FMN-ja tha në raportin e tij për perspektivën ekonomike botërore se marrëveshjet e fundit tregtare midis SBA-s dhe disa ekonomive të mëdha kanë shmangur më të keqe nga tarifat e kërcënuara nga Trump, duke çuar në përmirësimin e dytë të parashikimit që nga prilli. Rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto global pritet të jetë 3,2% për vitin 2025, nga 3% që ishte në korrik dhe nga një parashikim e ulët për 2,8% në prill, i realizuar pasi Trump vendosi tarifa të gjera reciproke. FMN-ja parashikon gjithashtu një rritje prej 3,1% për vitin 2026, e pandryshuar nga parashikimi i korrikut. Përveç normave më të ulta të tarifave se sa pritej, prodhimi global është mbështetur nga sektori privat, që para përgatiti importet dhe riorientoi me shpejtësi zinxhirët e furnizimit, si dhe nga dollari më i dobët e stimujt fiskal në Evropë dhe Kinë. Gjithashtu, një rol të rëndësishëm luajtën investimet në inteligjencën artificiale. Por Trump turbulloi sërish situatën, duke kërcënuar me tarifa 100% mbi mallrat kineze, përveç normave ekzistuese mesatare prej 55%, si kundër përgjigje ndaj kontrollit të zgjeruar të eksporteve të rralla nga Pekini. Një përshkallëzim midis dy superfuqive mund të ulë ndjeshëm parashikimet e rritjes dhe të shtojë pasigurinë që po frenon investimet dhe shpenzimet. Në një skenar negativ të paraqitur në raport, ku modelohen tarifa 30 pikë përqindje më të larta se sa nivelet aktuale mbi mallrat nga Kina dhe 10 pikë përqindje më të larta për Japoninë, zonën euro dhe tërgjët në zhvillim të Azisë, FMN llogarit se kjo do të ulte rritjen globale në vitin 2026 me 0,3 pikë përqindje. Ndikimi negativ do të rritej në më shumë se 0,6 pikë përqindje deri në vitin 2028. Kryetari i Rezervës Federale Jerome Powell tha se ekonomia amerikane po tregon shenja qëndrueshmërie. Megjithatë, tregu i punës mbetet i dobët me punësime të ulta dhe pasiguri për të ardhmen.
Kryetari i Rezervës Federale të SBA-s Jerome Powell deklaroi se ekonomia amerikane mund të jetë në një trajektore më të qëndrueshme se sa pritej, por tregu i punës vazhdon të jetë i dobët me nivele të ulta, si të punësimeve ashtu edhe të pushimeve nga puna. Në një konferencë të shoqatës kombëtare për ekonominë e biznesit në Philadelphia, ai tha se politika monetare do të përcaktohet takim pas takimi. Powell theksoi se zyrtarët e Fed janë të ndarë mes atyre që shqetësohen për inflacionin që mund të rritet dhe atyre që shohin një dobësim të shpejtë të tregut të punës. Ai vuri në dukje se ndonë se të dhënat e fundit ekonomike kanë qenë më të forta se pritej, kjo nuk është reflektuar një rritje të punësimeve. Ekziston një tension mes të dhënave të dobta të tregut të punës dhe konsumit që vazhdon të jetë i lartë, tha ai. Një vështirësi tjetër për analizën e situatës ekonomike është mbyllja e pjesshme e qeverisë amerikane që ka pezulluar publikimin e disa të dhënave zyrtare. Sidoqoftë, Powell nënvizoi se Fed ka ende informacion të mjaftueshëm për të marrë vendime në takimin e ardhshëm të politikës monetare më 28 deri më 29 tetor. Sipas tij, të dhënat e disponueshme nuk tregojnë ndonjë ndryshim të madh në perspektivë për punësimin apo inflacionin krahasuar me mbledhjen e fundit të Fed në shtator, ku norma baze e interesit u ul me 0.25 pikë. Komentet e Powell nuk ndryshuan pritshmëritë e investitorëve, të cilët presin një tjetër ulje të normave të interesit me 0.25 pikë në fund të muajit. Analistët thonë se ai po përgatit tregjet për një seri të mundshme uljesh, por jo domosdoshmërisht të njëpasnjëshme. Powell theksoi gjithashtu debatin e brendshëm të Fed, ku rreth gjysma zyrtarëve parashikojnë vetëm një ose asnjë ulje tjetër të normës gjatë këtij viti, ndërsa pjesa tjetër mendojnë se nevojiten 2 ose më shumë ulje. Kjo tregon për sfidat me të cilën përballet Fed në përpjekjet për të arritur objektivin prej 2% për inflacionin, ndërsa mbron njëkohësisht tregun e punës. Edhe pse raporti zyrtar për punësimin në shtator është vonuar, Powell tha se të dhënat nga burime publike dhe private tregojnë se punësimet dhe pushimet nga puna mbeten në nivele të ulta, ndërkohë që perceptimi i familjeve dhe bizneseve për tregun e punës është përkeqësuar. Për sa i përket inflacionit të lartë, kreu i Fed nënvizoi se një pjesë e tij vjen nga rritja e çmimeve të madhrave që lidhet më shumë me tarifat tregtare sesa me presione më të gjera inflacioniste. Kryeministri i Francës Sébastien Lecornu ka propozuar pezullimin e reformës për rritjen e moshës së daljes në pension. Vendimi synon të shmang rrezimin e menjëhershëm të qeverisë, duke fituar mbështetjen e partive të majta. Kryeministri i Francës Sébastien Lecornu ka propozuar pezullimin e planit të kontestuar për rritjen e moshës së daljes në pension nga 62 në 64 vjeç, në një përpjekje për të shmangur rrëzimin e menjëhershëm të qeverisë së tij të brisht. Lecornu tha në një fjalim në Asamblen Kombëtare se ligji, i cili është një reformë kyçe e presidentit Emmanuel Macron, do të pezullohet deri pas zgjedhjeve presidenciale të ardhshme që do të mbahen në vitin 2027. Kryeministri francez përballet me 2 mocione mosbesimi nga partitë e majta dhe e djathta ekstreme si Franca e papërkullur dhe tubimi kombëtar. Këto 2 forca nuk kanë mjaftueshëm pushtet për të rrëzuar qeverinë. Mund t'ia dalin lehtësisht nëse Partia Socialiste që kërkon heqjen e ligjit bashkohet me to. Më parë Lecornu u takua me kabinetin e tij për të diskutuar propozimet për buxhetin e vitit 2026 që duhet të miratohet deri në fund të vitit. Me qeverinë në prag të rrëzimit, kryeministri i ri i Francës duhet të bëjë kompromise me kundërshtarët politik për të shmangur një vot mosbesimi më vonë gjatë kësaj jave, ndërsa vendi përballet me një krizë politike. Anët e kundërta të spektrit politik kanë kritikuar vendimin e Macron për të rizgjedhur Lecornu, i cili është kryeministri i 4 i Francës në pak më shumë se një vit. Me më pak se 2 vite deri në zgjedhjet presidenciale të ardhshme, tubimi kombëtar kërkon nga Macron që të thërrasë një votim të parakohshëm parlamentar, ndërsa Franca e papërkullur kërkon dorëheqjen e presidentit. Në vitin 2024, mbi 2.2 milion familje në Itali jetuan në varfëri absolute, që përkthehet në 5.7 milion individ. Varfëria është veçanërisht e përhapur mes familjeve me të huaj dhe në rajonet jugore të vendit. Sipas të dhënave zyrtare në vitin 2024, rreth 2.2 milion familje në Itali ndodheshin në kushtet e varfërisë absolute, që përfaqëson 8.4% të familjeve rezidente. Kjo shifër përkthehet në 5.7 milion individ ose 9.8% të popullsisë, një përqindje që mbetet e qëndrueshme krahasuar me vitin 2023, kur ishte 8.4% për familjet dhe 9.7% për individët. Situata është veçanërisht e rëndë për familjet me të huaj, 30.4% e tyre janë në varfëri absolute, përqindje që rritet në 35.2%
2 për ato që përbëhen vetëm nga të huajt, ndërkohë përqindja të kurret në 6.2% për familjet vetëm me shtetas italian. Edhe varfëria relative që ndikon mbi standardin e jetesës pa përjashtuar mundësinë për mbjetesë bazë, mbetet e qëndrueshme në 10.9%, duke prekur më shumë se 2.8 milion familje. Ndër individët, kjo shifër ka pasur një rritje të lehtë duke u ngjitur në 14.9%. Në vitin 2024 mbi 1.283.000 fëmijë janë prekur nga varfëria absolute. Ky tregues varion nga 12.1% në Italinë qendrore deri në 16.4% në jug. Vlera mbetet në nivelin më të lartë që nga viti 2014. Vështirësitë ekonomike ndihen sidomos në familjet me fëmijë, ku rreth 734.000 prej tyre jetojnë në varfëri absolute. Edhe në çiftet me fëmijë të mitur, varfëria rritet në varësi të numrit të tyre, 7.3% me një fëmijë, 10.6% me 2 dhe 20.7% me 3 ose më shumë fëmijë. Sipas Istat, varfëria absolute mbetet më e përhapur në jugun e Italisë, ku prek mbi 886.000 familje, apo 10.5% të totalit në atë rajon, ndërkohë Italia qendrore regjistron përqindjen më të ulët me 349.000 familje që përbën 6.5% të rajonit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.